Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të nderuar shikues, takohemi kështu sërish së bashku në emisionin Rruga e Ndriçuar me profesor Dr. Shevçet Krasniqin. Assalamu alaikum, mirë se erdhe. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se jeni. Allah shpërblet. Hoxh, sigurisht edhe sonte kemi një numër të madh të pyetjeve, po para se të çasim pyetjeve, më lejoni që të flasim pak për zhvillimet që javën që lan pas bëri diçka të veçantë ngjarje në Turqi rreth puçit ushtarak dhe që bëri bujë në gjitha mediat ndërkombëtare dhe ato në Kosovë, ndër të shumë që kanë reaguar, keni qenë edhe ju në rrjetin social Facebook që keni dalë të thotë i rreshtuar në përkrahje të Erdoganit. Çka ju shtyni me shkru për këtë rast, domethënë për dalë në përkrahje të Erdoganit? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, për të madhit Allah, i cili më zbriti mrekulli. I pashtroi dëshmënt e lirisë, dëshmënt edhe demokracisë, dëshmënt e të drejtave të njerëzit. I pashtroi ata të cilët donë që problemet të zgjedhin apo të gjykojnë apo të sundojnë me hekur, klapa, me mjet ushtarak. Çdo shtet në botë i cili përdor ushtrinë, çdo qeveri, çdo pres, qoftë edhe një individ, i cili përdor forcën, presje, ushtrinë, përdor hekurin, armën, për të nënshtruar popullin, ai është zullumçar, është diktator. Sepse nuk e bën atohen, nuk e bën një gjatë të tillë, përpos që nuk mundet me i bind popullin për vlerat e tij, klapa, për vizionet e tij, për plan programin e tij. E kjo i bie se atë nuk e do populli. E nëse nuk dën populli, dhe nuk të ngon populli, e çka lypte ai populli? Allahu ka shumë mrekulli. Ajo që kemi parë javën e kaluar, tashmë bëhet gati një javë. Konsideroj se nuk është tjetër, me pak fjalë, pa dash me hinë detajnë analiza. Konsideroj se nuk është tjetër pas një pjesë e rahmetit Zotit, pas një mrekullie të madhe të Zot, për të treguar turqëve dhe jo turqëve, të tjerëve, se çka dën Zoti bëhet në tokë. Qa nuk dën, nuk bëhet. Dhe se, po të qotë edhe këtë dyja e në kam, në këtë rast, këtë ushtria, pa thonë Zoti, nuk munden me realizuar të çka synojnë. Për ndryshe, me çfarë do analiza, njerëzit kanë dhënë për ditës parë, për çasteve të para, analiza, komente dhe vazhdojnë të japin. Dhe janë të lirë të mendojnë secili me mendimin e vete, me metë e veta, me aftësitë e veta, lartpamësinë e tjerë. Por të gjitha ato kanë një pikë pyetje. Dhe shumë pikë pyetje. Ajo që nuk ka asnjë pikë pyetje është se të gjitha përmasat kanë qenë në favor të puçit ushtarak, të suksesit të krëngritjes së ushtrisë apo të groshtetit nga ana ushtrisë, nuk kam rëndësi shëqu. Sa që aq fort kanë qenë në favor, në sukses, përpara, sa që
një pjesë e madhe e medjave ndërkombëtare të forta, që besa edhe disa shteteve, kanë qenë gati të bindur se çdo gjë mor fund. Çdo gjë mor fund. Por për pak kohë Zoti ndryshoi gjërat. Kjo dishi bie. Sikurse tash vetë lam kampionatin evropian. Dhe imagjinoti loja 90 minutëshe barazi. Edhe 30 minuta shtesë, në ka 15 minuta plus 15. Në 3 minutat e fundit, dhe në 3 minutat e fundit, është në favor njëri ekip. E sigur që pa fiton. Në 3 minutat e fundit, bëhet mrekulli dhe gjithçka ndryshon, jo vetëm që vije baraz, por edhe triumfon ekipi tjetër që deri para 3 minuta ka qenë në humbje. Tash, ku në me lën fajin? Ku në dush le e fajt? Kryesoria në fundit krejt. Unë këta nuk e komentoj në ryshe, me pak një hërit e mija që i kam, për posë thjesht Zoti kalshu rahmet, mbi atë popull turk, se ja popullit turk ka hjek për ushtris, ja që shot popullit dalë të plast. Nuk ka shtet islam që ka hjek për ushtris, që ka hjek popullit turk. Ka hjek për qeveritarëve, por ju për ushtris. Ka dalim. Për qeveritarëve, popullit sirian, për qeveritarëve, popullit egyptian, për qeveritarëve, popullit tunizian, për qeveritarëve, popullit libian, ka njëk për qeveritarëve. Po jo nga Austria. Po jo nga Austria. Jo nga Austria. Ndërsa nga Austria, popullit turk ka hjek zitë u lirit. Sabah e akshëm ka një kërështet e kanë bo, kur kanë deshtë? Zoti ka dasht kësaj radhe, ka lëshu rahmet ndaj popullit, ndaj asaj qeverie, ndaj atyre njerëzve të mirë, që ja dojnë të mirën Turqisë, që punojnë 24 orë për të mirën e shtetit, edhe për dihet sa po punojnë mirë, sepse për pak vite kur kanë qenë Turqinë lart. Mos më rënuaj mund krejt, mos më rënuaj përpjekje krejt, mos më rënuaj shtet ndërtim që është bo krejt, e më kthyen nxerrë që kanë qenë vitet e 80-a, vitet e 90-a, ku mënesh me imagjinue qyshe Kosova sot, Turqia ka qenë vitet e 90-a. Bilen disa sene na jina më mirë sot që ka qenë Turqia vitet 80-a, 90-a. Këto ta them se dëshmitar më sytë e mi. Allahu lëshoj rahmet në fundit. Allahu deshti me të regu se pa thonë nuk bëhet kurrë. Edhe nëse qohet komplet shtetë, komplet ushtria. Ta sjellë një shembull nga Kurani. Në surët Al-Qasas, Allah i madhruar prej fillimit në rrëfen për njërin prej tregimeve më të ëmbla, më të dhëmshme në Kur'an, e që është tregimi Musaut alayhi salam. Ai djali i cili lindi në mesin e Ben Israelëve, çifutëve, evrejve, për ty në ishte. Por fatën e pat me lindë në mesin e një pushteti zullumçar, që nuk njeh bota më zullumçare, që është Firauni, Ramsesi i dytë në Egjipt. Lindi në kohën kur ai ishte zëtuar dhe kishte urdhëruar këtë ushtarët e vet, çdo grua që e gjen me barr, nga Ben Israel, sklavë kishin, jo nga kiptasit, me përcjell kur të lind, me shkumja marrë fëmijë me zërë dhe me preje. Në qatë kohë lindi Musa a.s. Rrit Musa, se pa thot Zotë nuk e prejnë as të këmit kërkosh asas gjanë. Pas një kohë, kur Musa o pëq, o boj pjeku në rrit, pa ende fëmijë natyrisht, për kom fjallin 13, 12, 15 vjetë. Nuk ka më fëmijë vogël krejt. Arani u i di, Firauni, me parinë e vetë, me ushtrinë e vetë, me policinë e vetë, që kë, djallësh, koka qaj, që ne jemi duke ju friksuar që sa kohë. Andaj shpejt me nëzanë, me nëherë me prej. Kajtë më rëvesh, kondër tina. Por Allah që një njeri, një djallësh, një njeri, tinza tyne,
i cili prezantojnë atë mexhlis. Kur e morën vesh me ekzekutu Musen. Dhe shpejt para ty në shejtë Musa. Pra ta Allahu jaa rajulun min aqsa al-madinati qala ya Musa inna al-mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka min an-nasihin. Dhe prej skajit të qytetit erdhi një njeri vrap te Musa i mushën frym. Ato Mus paria, shteti, qeveria kanë majtë mbledhje, janë marrë vesh, kanë pru vendim, leja këtulluk, me të myt, me të prej, me të shimburg, me të myt, fakhrëj, ik prej këto hit, inni leke minen nasihin, dije se po të këshillaj, e ndryshoj. Çdo gjë që ky lajm e ndryshoj në Egjipt. Planën e tyre. Çdo send e ndryshoj. Dhe në Turqi, o mërve shoqëria, shpërndajtje, i bëni planet edhe kanë me caktu, kryeministër ka qenë i caktuar persone, çdo gjë planifikuar, por Allah i madhruar, o sulmu hoteli ku ka qenë kryetari i shtetit, por Allahu nuk deshi dhe për pak sen e ndryshoi çdo gjë dhe elhamdulillah dështoi ai po qështarak. Që pyete pse ke shkru, po pse po thu pse s'ke shkru, qysh mos më shkru. Ne kem parim, ne muslimanët, të ndihmojmë njerëzve apo të qëndrojmë krah njerëzve të dëmtuar, që bëhet e pa drejt. Pavarësisht a e ki jaran, a nuk e ki jaran, a e një, a nuk e një. Kur dikuj bëhet e pa drejt, dohet ta gjikosh, qatë pa drejtësi edhe nga më i afër myet nëse është pa. Kjo është parimi i drejtësisë në Islam. E që i bie, nëse më i dashur im, vllau, baba, djali, kushdo qoftë, është fjalos me ty, të ka ofendu ty, unë më kënë do të qëndroj, krah djali tem që kam pjesë tem, apo vllau tem që kam të barkët nanës tem, e jo, dohet qëndroj krah teje, se ti i dëmtuar. Kjo zullumqar, kjo gabimtar. Dohet qërtuar, dohet ndëshkuar, apo dohet mja të rigvrejtje. Kjo është parim Islamit, drejtësi. Të përqeki djale, ki teze, ki daj, ki mik, thërën drejk, thërën dark, rrim me të, enesh me të, ka sene tjera. Nërsa kur në pyetje drejtësia. E drejtësia është me madhe se çdo gjë. Këtu nuk ka mik dhe armik. Këtu nuk ka musliman dhe jo musliman. Ja. Këtu nuk ka a është i festane, a i fest tjetër, a është i kombi tënë, a i kombi tjetër. Njeriu zullum nuk bën me i bë. Dhe kur dikuj bën zullum, ti do të me qëndrue krah atij të dëmtuarit. Spaku mënyrë morale. Spaku mënyrë morale, me përkrahtë dëptin. Ne kështu adhurojmë Zotin, ndryshe nuk guxojmë. Erdogani ka qenë njëri i dëmtuar këtë rast, bashkë për shtetin e vetë. Që njerëzit flasin për Erdoganin, por shumica e tyre flasin që kanë nati. Jo pse kanë argumente. Jo se kanë argumente. Unë Erdoganin nuk e bëj njëri të mrekullueshëm apo Superman thojza. Erdogani e shërqeti edhe asnjë. Ne nuk jem pejgamber, nuk themi se jem njerëz të mrrin, nuk them asnjë. Erdogan është njëri. Unë nuk jam ai i cila që Erdoganit në pjatë të raft, këtë mirat e të këqija të borë, ja që të Zotin ditë kiametit, edhe mu mi qëtë, e ty e tanëve. Të gjithëve. Po pra, por në sytë tonë, të mirat e ti janë të mëdha. Në sytë tonë, të mirat e ti janë të mëdha, shumë të mëdha, për shtetin e vetë, para që gjithash. Pas të edhe për neve të në Kosovë. Pas të rëgëm të mu, kush në dë neve së Erdogani. Po, a nuk ka qenë Erdogani, nëse Turqia, po, Erdogani me shtetë bashkë vetën, për qeveri, për shteteve të pare që ka njoftë Kosovën,
A nuk ka qenë pjesë e NATO që ka bombarduar Serbinë? A nuk ka qenë për shtetë para që na ka njoftë dhe na ka përkrahe 24 orë? A nuk ka lebu për ne me na njoftë të shtetet e tjera? Po sa humor Erdogani me Arape, me Afrikanë, me plot konferencë islamike, me tjerë. Po sa mërit ka Turqia për Kosovën tonë? Tani, a njerëz do të më harrot mirë ata? Në gjëna më harrot mirat. Ty mos takoj turkin si musliman, dohet me përkrahas si mik edhe një partner të fortë të shqiptarëve. Nuk ka më rëndësi a konsideron vëlla nga feja se konsideron. Nuk ka më rëndësi o vëlla. Që nuk ka më rëndësi. Fundit njeri ka bindjen e vetë. Por ne si musliman kemi një lidhje pak më të fortë. Është normale e punë. Është normale e punë si musliman. Por edhe ata që nuk e quajnë veten musliman dhe nuk e konsiderojnë veten se kemi lidhje vllazërore me turqit, do të me konsiderojë turkin një mik të fortë, i cili tu ka gjithë dhe vazhdon më të gjinjtë. Vazhdon më të gjinjtë. Me të ndihmue në shumë sende. Andaj nuk ke nevojë, nuk është lëvërdia jonja, dhe nuk ka parim i drejtësisë, as i mirësisë, nuk ka karakter, as nuk ka feja, nuk ka kultura, nuk ka traditë shqiptarit, as njeriu ta buk me hartë ja shkel bukën. Nuk ka në rregull kjo punë. Ni për çka? Për çka kallëzëm? Për çka kallëzëm? Po dhe nëse konsideron ti perandërinë osmane komplet, se këtu janë ndërlidhen mes vete. Edhe edhe nëse konsideron komplet si kundërshtarët shqiptarëve, çush dush çuje. Ti çuje çush dush. A mund pajtojmë në një pikë, në një, në disa pika, në një. Perandëria osmane është e përfunduar? E përfunduar. A ka përfunduar po? A në dë, a mund të pajtojmë në një pikë se turqit e sodit, do është Turqia e sotshme, është mike e fortë të shqiptarëve në përgjithësi, ku ka, po, paçare, se ka dëshmu dhe dëshma për ditë. Në tre, a nuk është parim njerëzor, mos koftë fetarë si mbas teje, që s'ki thje heq. Po njerëzor, a ki njerëzillok, të s'ki heq. Të nëse ki një tro njerëzillok dhe karakter, atër do të arqëmësh njeriun dhe një populli cili qëndërën krahtateje. Në 4. Njerëzve kur i bëhet zullum e padrejti që shtash pak më herët, a nuk do të me qëndru krahtyne? Veçaj që s'ka shpirt. Për ndryshe, gjithkund botë, kur dikujna e bëhet padrejt, do të më thonë ku hajvan, lëp, pulat, kur ka qenë gripi pulave gripi, po dhe e detyru me mytë, a besen që s'më shemë qërëve këtë gjena ka e me qenë pulat e lëpt, sepse kanë shpirt, pasha zotën ve këtë gjena mi këqyrë, gjithë të pula ka e mysin, po kanë shpirt të vëlla. Ato asin të mijat, as i kumble, as dëmë tonë anë kurgjo. Po, as po në që është pa drejt, jesë ata kanë pa tullës, po pëse kanë shpirt. Pra, dhimet e lemu njerëzit. Andaj, pas të unë, Erdogani për vete konsiderë një burë shumë të madhë. Unë personalisht, Erdogani konsiderë një burë shumë të madhë, dhe për mua Erdogani është numër një si lider në veçantin botën islame. Populli shqiptar ndoshta nuk u shpit edhe shumë sa që i ka dalë në përkraje të Erdoganit, edhe tash shumica e debateve në media, kjo po hapet pse populli i Kosovës më dalë në krah. Kjo simpati sipas disave është shumë e madhe, ndoshta e tepruar. Jo e tepruar hiç. Po kjo është ajo që pritet për shqiptarëve, ajo që pritet. Dhe krejt ata që flasin kundër 10-15-20-50 janë më shumë. Një shumicë e vogël, po shumicë e vogël, dhe kanë do media dhe në televizor dhe bëjnë të madhe. Për ndryshe, me hi e shtëpi në shtëpi, popullet tonë shtëpi në shtëpi me hi, ki me pa që këta njerëz kanë me përka Erdoganin. Edhe do të thonë në qëllin tjetër, let gjenë Erdogani sot në Kosovë. Let konkuran, dashë president, dashë minister, dashë ka dënë. Me cilën do parti tjetër, mos fitoft Erdogani vota, unë më shumë se këta tjertë, për i shqiptarë qëto. Njëtë në gjanë për Macedoni, të njëtë në gjanë Shqipëri. Edhe për katolikve, edhe për ortodoksve. Pse? Pëtëm, për të kalëzhe pse? Je veç feja, nuk është gjithmonë feja. Nuk është gjithmonë feja. Se këtu e shumica po kapën të jo, nuk është gjithmonë feja. Të lutëm, unë e thash, na muslimon të kemë lidhen fetare. Por, mire, lëm linjë shkëm përëndim. Më në pytë mu për shambull, e kështë bëti kancelarën Gjermane
kryeministri i Kosovës, sot e shoh votën më herë, sot që ta qapi votën. Asnjë dilemë nuk ta bëjë në kancelarën gjermane, e bëj më herë presidentit të Kosovës. Më herë e bëj. Sepse kemi nevojë për kësi njerëz. Pse? Sepse ka parime gruaja. Sepse është femën e cila kur të merr një punë do të qenë skajt. E shkrin vetën e vet për shtetin e vet. Fine ka për veti. Se ka për mu. Mos të përkam kur gjë. Absolut për kundrazi. Mi jap drejta që ai kam. Por vendin ma qenë për para. Pra, pse unë e respektoj kancelarën gjermane, pse e respektoj një lider atje cilën dhe qohë perëndimor atje, pse? Sepse ndjenjat e njerijut anojnë nga njerëzit e paqes, njerëzit e vyshëm, njerëzit punëtor, njerëz që punin për vendin e vet, o vëlla. Pse ne ja kemi lakmin shtetit zviceran? Sepse punon për shtetin e vet. Punon për shtetin e vet, për popullin e vet. Unë nuk kam lakmin zviceran në feje. Më thonë, po më lidh feja, nuk më lidh feja në popullin zviceran. Po më lidhin interesat e përgjithshme, ndjenjat e përgjithshme si njeri, kur e sheh dikënd, i cili është i vyshëm, i urtë, ka vlera, punon për vendin e vet, punon për këtë botën, normalisht e përkra. Dhe kjo është parimi fesë tonë, zotni. Kjo është parimi fesë tonë. Për atë arsye, këqëre historinë islame, le këtë ta them, historinë islame, prej fillimi deri në fund, as një periudhë të kalifatëve musliman nuk e gjenë pa pasur edhe jo musliman, apo pa i përdorur, pa shfrytzuar, apo pa ja dhanë mundësin, s'po di që shmë shprej, po së të qoftë edhe jo muslimanve me qenë shtetë, qoftë nga ana ushtarakve, qoftë nga ana e mjekve, qoftë nga ana e inxhinierve, qoftë nga ana e këshilltarëve politik, dhe shumë me shumë sene tjera. Pse? Sepse e vlerësan dijen e ti, kontributin e ti, vlerat e ti që ka njeriu, bere njeri këto vlla. Pa më pasu shfrafeje. Lute. E populli shqiptar, se nuk mundet kërkush me hudh hi ftyrës e syve. Jënë të pa Turqinë. Nuk ka nevoj një sen që do këtë popullet Kallawës nuk dënë. Shkon Turqi këqyre sot zotni, as një shtet evropian, ama as një shtet evropian nuk mundesh me thonë që është më i ngritur se sa Turqia. Mos harra, shtetet evropiane kanë punu 60 vjet, pe 50-ës, pe 45-ës, mas luftës, pe bje 70 vjet. Ndërsa Turki rëzë, ushtëria hep, rëzë, kjo krejt, kjo Turqia pe 2003-ës e 4-ës. Janë 10 vjet, 12 në pyetje. E gjithë kjo punë. E gjithë kjo punë e bënë Turqisat. Shka prevos, veç qërë Istanbul. Veç Istanbul në qërë të qëfar metropoli me 7-18-20 milion banor. Qërë qëfar komunikacioni ka. Ama të dendër e ki Istanbul anë Prishtinë tonë. Shko këqëra, hajtë. Qërë qëfar regullë ka. Qëra pe zion një letër dikon në rrugë këtë Istanbulit. Ha shko qëra. Qëra pa të nalet rryma dikon këtë Turqinë Istanbul. Qëra pa të nalet dikon. Qëra pa të nalet uj dikon. E të na me bo me harruë, në mësë me mush kontat në ora 10 natës, bo është të lashe deri sabah. Po vallahi, bo është të lashe, antë nuk i me qajlan, se nuk i uj. Të ka bo për të 15 vjetur ko. Andaj, e dë njeri ju. Se për në përbatan, plus asaj, për andihma neve. E ku është të keqa këtë ka zëmë ti mu? Ku është të keqa? Për ata më dhimen këta njerës, disa për i tyne, o më dhimen, pse, se kjo rast i Turqis ka qitë shumë sa në shesh. Një ndërtu e qëtë më lefin e keqa dashëve. Të cilët o burë, të bënë që ka dush, nuk dojnë, edhe vetë që e musliman. Për ndryshe, që të bëhanit ka kalzën popletor, që ka të bëhanit keqe. Edhe kalzën më në të mirë që ka ushtëria. Kurse ti po thu, me muë, në të tonë po thujnë ana, le të adheqja që ka fitu votën. A i zëtë njepe, fitu votën. A i zëtë njepe, dhe në shkun zjedhe apet, po shkojnë apet. Shkojnë apet, mëra dëtër mu i ditë shkun zjedhe dhe hop, fitoj edhe mur qeverin, me shumicë absolute. E mur, po e mur. A pa i tu të tanë që e mur, e mur. E që bëtë të është? Leto dhe është njëri 4 vjetë të burë. E ushtëria që ka bënë? Mytë njerëz me tanë këshketë s'ku në Egjipt. S'ku në Egjipt të burë. Sa, mirë për shenë në Egjipta? Ka dikush në botë që lakë më në Egjipti ta?
me shkel njerëzit me bagere, me buldozhere, me tenke, kanë me shkel popullin e vetë. E tani për thëtë demokraci. Demokraci me 75.000 burgosën. Demokraci në Siri, në Egjipt, me rrëth 550 të ekzekutuar. Të ekzekutuar është me gjikata, se kështu të mytna për rrugat a jenë në 10 mira. Ushtria. Jo të lutem. Pra, nuk jem të bërë Erdoganin Superman, as jem të bërë njëri unë pejgamber. Ja, njerë është taj. Ka të mira, ka të këqija. Por popullit Turqisë ka ndihmuar shumë. Ka ndihmu shumë. Edhe neve na ka ndihmu shumë, edhe na bojnë doa Zoti rujt. Edhe na bojnë doa hala. Vazhdojmë. Po, vallahi, Zoti rujt Turqinë, Zoti rujt Erdoganin, ja Rabbi, dhe kretë popullin turk, edhe këtë njerëz që ja dojnë të mirën, e punojnë për të mirë njerëzimit. E që përhapin vlera. Xhallahu shpëlbeft. Amen. Të dashur shikues, bëjmë një pauzë të shkurtër dhe pastaj i themi në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni. Qëndroni me ne. Të nderuar shikues, rikthehemi në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit Rruga e Ndriçuar me profesor doktor Shevçet Krasniqin dhe pa humbur kohën kuadrojmë telefonatën e parë për sonte. Alo. Alo, Mimrama. Mimrama. Përshëndetje hoxha, në gjithë. Faleminderit. Urdhënoni. Sa më bëni pyetje pak gati nëse va. Urdhënoni. Unë jam Durrës, në Gjermani jetaj, edhe jemi vllazë në Kallabllak. Edhe baba mua, kur u shkon gjallë, më kalon një doktor me një dëshmitar. Po ai dëshmitar tash është vdes. Edhe u shkon edhe nona gjallë, edhe nona ka prezent, edhe vllaznia. Po tash nona dhe vllaznia po thonë se nuk ka shkop ashtu. Ai dëshmitari që ka prezent, po është. E desha me pyet hoxhën që pas lënimit tina, nuk po flasin drejt nona dhe vllaznia drejt, nuk po flasin. E çka me bën sipas hoxhës na me liu me vllaznia toka jo. A kuptova pyetjen? Faleminderit. Në rregull, natën e mirë. Bismillahirrahmanirrahim. Baba në parim duhet m'ja vda pronën fëmijëve njëjtë. Barabar. Por, ka të drejt prindi m'ja lanë testament vasijet deri 1/3 e pasurisë, mas shumëti, e ma pak, për ma shumë se 1/3 jo, ka të drejt m'ja lanë testament vasijet, kujt të dënë këtë rast edhe njënët prej trashëgimtarëve tina, por me kusht që të pajtojnë trashëgimtarët e tjerë. Kjo është më rëndësi. Prindi, me fjalë tjera, tash pak më ndryshe. Unë kam të drejtë fetarisht. Se legjërisht kam të drejtë këtë pasunin. Me legjë kam drejtë këtë pasunin. Po fetarisht nuk kam drejtë. Kam të drejtë 1/3 e pasurisë m'ja lanë kujt na të du 5 vjet kërkan. 2/3 nuk kam të drejtë. Ato jesin trashëgimtarëve të mi. Mirë po, këtë testament 1/3, nëse futet në antarët e familjes, se du me shti djalin që i ken vëllaun, antarët e familjes që i kam trashëgimtar, këtu nuk bën palene trashëgimtarëve tjerë. Jashtë këtyne nuk ka nevoj me vetë trashëgimtarët. Nuk kam nevoj me vetë djalin tem për me talani të retën ty. Me lani shtetit, me lani shoqërisë, pa ma parasysh. Dërsa nëse lani të retën e pasurisë,
njërit prej trashëgimtarëve, këtë rast njëri djalë që ka lënë baba i tij, atëherë do të më marr pëlqimin e trashëgimtarëve. Tani, baba yt nëse ka marr pëlqimin e trashëgimtarëve, presje, djelëve të vetë, vllaznive tu, në atë zaman, në atë kohë, kur ka thonë që të arë, që të tokë, që të shëtore, që të banes, që të shpi, që të kudijune, pa ja la djalit tem, për shkak që për më këqyre, për rrimet të kuta dijune, nuk ka më rëndësi, ose është i pashkoll, ose s'o më rëndësi, ose ka shumë të mi, ose me madhe, me vëglja, nuk ka më rëndësi heq. E juve bejtë mi, ju tjerë të keni tjerat, a pajtoni, bab s'ka problem që shtushti, nëse kanë pajtu ata, ty ta kanë qenë e treta. Po nëse ata s'kanë pajtu, dhe nuk pajtojnë hale, dhe atër s'kanë pajtu, të një tretën, dohet me bashkan gjitë, me pasurin tjetër, edhe me ndo bashkarisht. Atëherë kemi telefonatën tjetër, në kuadrojmë alo. Alo, salam alaikum. Aleikum salam. Shumë të shua në studio hoqën për sasërisht. Faleminderit, po. Kam një pyetje në lidhje me këtë grushtetin që dështoj, alhamdulillah që dështoj grushtetin në Turqi. Alhamdulillah. Pyetja është, a ju dashur Bashkia Islame e Kosovës solidarizohet me Bashkinë Islame në Turqi në natën e atij grushtetit dështuar, në që aty është thirrë zoni dikun 12:30 apo 8 natës. A ju dashur Bashkia Islame solidarizohet me Bashkinë Islame në Turqi më thirrë zonën e Kosovës? Faleminderit. Ndërqafsh. Punë të madhe kanë bërë shumë atje në Bashkia Islame në Turqi, Dijaneti, ka bërë punë jashtëzakonisht madhe, sepse në kësa raste do të bënë njëri atë që mundet. Për shembull në Kosovë nuk kemi mund kur gjemi për krapër, pas me dua dhe me lutje. Epse në xhaminë e Sinon Pashën të Prizren ka pas domethënë salavate në Po me dhe kjo dua është lutje. Po dhe po punoj në xhamit në Prizren. Me zamë mikrofon. Pa mikrofon. Nuk e di, natër nuk e di, po nuk e di, që mirë që tregove. Prizrenim ata 100%, ata jenë në Erdoganin, edhe po, ata në Zoti rujë 100% në Erdoganin, ata. Dhe na bashkë me ta natyrisht. Ne këtu me dua dhe me lutje. E dua e lutja bën punë të madhe, ndërsa ata atje i kanë përdorur edhe dhe forma tjera, në këtë rast me përdor xhamijat, minaret e xhamijave dhe me ftu banor të lagjeve që në se ka ardhur koha për me mbrojt vatanin e burë, pe kujna, pe tradhtarëve të shtetit. Sa të janë tradhtar të shtetit, a i cili dhe me rënue një diçka që a ndërtue kohët gjatë, a i nemen e ka, ajo është tradhtar i shtetit. Sepse nuk ka logjik në ryshe, ti ndërta, dhe hargjaj gjithat atë mund, ata lek hargjaj, atë bëgjet madhë, dhe une, pse jem maj fort, për rënë e ke që ke ndërtu ti, kush pa fitan? Fitan po ale atërejt. Shteti nuk fitan, publi nuk fitan. Fitan po ale atërejt. Shkatërrohet shteti dhe bëhet si që më bëhet shtetë arabësat. Qa bëhet Egjiptësat? Qa bëhet Egjiptësat mas grë shtetit? Bëhet një për shteteve që për shteteve të mërë i Zotit. Qfar hajri sili grë shtetin në Egjipt? Qfar hajri sili? Asili paq, asili ekonomi, asili stabilitet politik. Qa asili shtetë? Asili pozitive. Pa shka asili vla? Ata vetë pëthën Egyptian, të nësë kam qenë, pa ata pëthën vetë nësë të ka tërër. Shka asili? Imagjina zote me se bashkë me këndohë dërqi një të gja. Allah shpërbleft. Kemi telefonatën e radhës, si në kuadrojmë alo. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. A ban një pyetje për hoxhën? Por nëni? Jetoj jashtë, Perëndim. Po. Edhe atje blej një nishin në përshitore, e gjoja se haram me hangër, pa bismillah mos është. A kështë mund të hoxha me nga të regu dishka? Rregull, faleminderit për pyetjen. Natën e mirë. Mishrat të cilat janë në Perëndim, rreth tyre ka shumë mohabet. Shumë fjalë. Në një, shpejtësia, shkurtimisht e shpejt. Në një, mishrat të cilat e kanë therrur idhtarët e librave të shejt, të krishterët dhe qifotët, me të gjitha fraksionet e tyre
janë halal për ne. Se rezultati kësaj, mishrat të cilat therrën në Perëndim, duhet me qenë halal sepse janë të therra prej të krishterëve, anë pse që fut ka pak në Evropë, për të krishterëve, me të gjitha fraksionet e tyre. Në 3, mishrat të cilat therrën për thërtore të Evropës sot dhe tjerat perëndimore, anë pse therrën me mjete elektronike, nëse therrën konform shariatit islam, e që i bie u prehen gjymtyrt e caktuara, nuk mbyten, por u prehen gjymtyrt e caktuara, mishi i tyre është halal me hongër. Në 4, përdorimi i mjeteve ndihmëse për lehtësimin e thirrjes së shtazëve, sikur se gazrat, dioksid karboni, për mi trullu, apo injekcione të ndryshme, apo rrahoja me ndonjë çekan apo diçka për mi trullu, nëse nuk apo me rrym, nëse nuk vdes shtaza, nuk ngorë respektivisht, therrët para se më ngorë, është halal me hongër, por ata kanë gjëna që torturojnë shtazën me rrym, me gazra, dioksid karboni. Ka shty që hanë e ki halal. Në 5. Mishrat të cilat servohen në për restorane dhe në për mishtore, në parim dohet me qenë halal për neve muslimanve, dhe nuk ka arsye me qenë haram, por frigat ku është këto, dhe kjo është pyetja konkrete motrës, frigat që ndrën se mishrat të cilat therrën në përthërtore, respektivisht kur e blenë të një shitore që ka mishtore, blenë mishtore, po, e blenë mishtore, në shumicën e rasteve, apo në rastet dërmuese, në të njëjtën maqinë, apo të njëjtën thikë, që prehet mishi derrit, prehet mishi lopës, respektivisht në të njëjtën maqinë, që bluhet mishi lopës, bluhet mishi derrit. Tash këto është problem. Njëjtën gjë. Kur shkojmë në për restorane me hongër mish, dhe ti thumë mishdviqit, edhe ai qet mishdviqit, nuk qet mishderët, po mishdviqit e ke lip mishdviqit. Por, pjekja mishdviqit, ku bëhet? Bëhet njëtin vend që bëhet mishderët. Edhe është e pamundur, pa kalu një pjesë e ndyrës mishderët, po sepse pjeket në të njëjtën anë, apo të njëjtën skara, apo të njëjtën furrë. Këtu janë dyshim të fort që muslimant do të me bëhet që mas me u largu. Mi largu shkak dyshimeve. Për ata, muslimat me qenë syqel shumë në përmish, në çështjen e mishit, me qenë syqel, po që se ka mundësi me shku në thërtore vetë, e që ka mundësi shumicën e rasteve të Evropës, edhe e prej një krishteri, e prej në kush do të qoftë atë, nuk ka më rëndësi, sa ta shumicën e tyre si masis, pjenë të krishter, e prejnë, e shetë e ka prejnë, dhe se të prejnë, e mërti, apo të arjep, apo e prejnë gjysën, apo krejtë e mërë me vete, ose në përthërtore të ndryshme ku veç i kanë në mbikëqyrje musliman, apo në përmishtore ku muslimant garantojnë se këta mish është halal dhe kështu më radhë. Do të pas kujdes punë e mishrave. Allah të shpërbleft, vazhdojmë me tej dhe inkuadrojmë telefonatën e radhës. Sala. Selamu alaikum. Aleikum selam. Te ishta një përshëndet fari Luanit e Zvitrës. I kam 2 pyetje, ma shumë me thonë si tash po më intereson me një gozën dhe rumë se e dhe ma miraj për dësane se na. Shumë njerëz që përdorin, për shamë zoti kë, zoti aj, në për emisione, në për e kam bo si shprehi. E shumë kam pengon mu, po edhe shumë njerëz që e din që nuk kanë rregull ju pengon. Kisha lutë gozën që me mujtë me bo dëqysh me ngritë zamin dëqysh, me bo një apel që mos me përdor në media në kështu se janë ka ashtimi virus që së është në rregull, të thujnë zoti aj, zoti kë, sa zot aj pas kanë svedi, sa zot. Edhe pyetja dytë për këta që po thujnë jetë turku na ka mojtë, turku na ka ndru fejnë, se na katoliki na ka, po kush pinal tash? Tash kur kush pinal mu bo katolik, shka dhe vlo, kishe me ki bol të madha, atë shka, konvertova apet që shë kanë.
Unë nuk e di pse po na akuzojnë çdo aspekt, po na akuzojnë veç neve muslimanëve. A kiameti, çka u bë nuk e di, veç diçka veç me musliman po kam problem. E kisha pas qef një përmbledhje kështu pe i hoxhës, pe djetarit tonë, të kohës tonë që kena, lëmët na për vete që kena mas pas. Allah që problem, vajdatë, do të pas pak përgjigjen. Selam aleikum. Wa aleikum selam, natën e mirë. Allah trujtë, Zotë është përbleft. Edhe unë kam thonë, sa herë. Kujna të pengon që është musliman, është i lirë me në rufin. Nëse thëtë, nuk kena mujtë këtë turkë se na bo me zërë musliman, e sëtë kush për të nalë. Jo, ti gjithë që ma mira, Allah hile, sa bahi mas qilë. Natën shka. Po dhe, po ja sa di e lirë ja kur. Shka Allah, shka të dush, për dhe ka e fejnë në rrë. Da shërpa të krejt. Ty ta marrë të mendja, që ma mirë është pa fe se me islam, prëvu mëre, ta marrë të mendja, se fejt e tjera ma të mira se feja jonë. Kush po të nalë vla, veç bindu, se krejt gabim e ki. Dhe se në fejt Zotit në islam nuk ka kërkon. Nuk ka kërkon. As me anë të logjikës, as me qëtësi e rahatit të zemrës, as me pastërti të trupit dhe të shpirtit, as me kurqë. Nuk ka. Fe e cila komplet përputhet me logjikën e shëndosh, me natyren e njeriu që ka kriju Zoti. Komplet. Nuk pomnin diçka në fenë islame që nuk mujtë njerëz me thonë që të smujna me pajtu, që të smujna me na kap trumni. Nuk ka diçka. Nuk ka. Mundemi ne ka nërë mësë me ditë me spjegu, mundemi ne mësë me ditë. Po, mundemi ne si komentu, si spjegu, si hoxëllar, si misionar, si mundemi ne mësë me qenë të deni, mësë me qenë të zëtë me spjegu, me të regu urtësit, për shamë Allah pyjtë dikush, pëse me agjeru në mëgjët Ramazan e burë, dhe ti më nëshme thonë, pëse ka thë Zoti. Une, pa të marrë që ka thë Zoti, por ka bëve ditë pëse Zoti më ka thë me agjeru. Unë mësë me ditë, por atë ka urtësit për kryera. Dhe ato përputhen, konform tamam, me logjikën e shëndosh dhe me natyren e njeriut të cilën ka kriju Zoti. Për ata musliman, çdo sen që e bën në din, fe e bën me bindje. Dhe bën me knatësinë e shpirtit zemrës. Qoftë edhe me u lodh të nejtë pa hangër e pa pi që është Ramazani. Qoftë me dërua vapën e madhe me shamije e veshën e motrat muslimane. Po? Sepse kupton që kjo krejtësisht është për të mirën e tij dhe e ndjeni kënaqësinë në shpirt kur e kryen këtë farza për këtë vazhdim. Çështja e parë se këta shqiptarë tonë po thonë Zoti filan, po e kemi ngrit zonin në vllasa asa herë, por është e kot dhe është gjëna një shprehje e tillë është gjëna, është haram. Sepse Zoti është një. Kërkon botë në asnjë gjuhë të botës, sa kam një hërione, në asnjë gjuhë të botës, nuk përdoret i njëjti term për Zotin gjithësisë krijuesin dhe për njeri. Kërkon. As serbët fjalorën e vet nuk e kanë. As ros nuk e kanë. Edhe popujt e tjerë gjithashtu. Por shprehje të veçantë për Zotin e gjithësisë krijuesin, shprehje të veçantë për njeriu. Shumë njerë kanë pas shqiptarët, zot të ri, zot një. Edhe hala popullë përdorë se thot, ashtë në këtë zot një. Ashtë në këtë zot një. Zot një është filani, zoj është filanja, në të folon, në të econ, nej, e kështu me radhë. Por jo zot. Jo zot. As komunistët se kanë përdorë kështu.
E qaj gjitha shëruna, zëtë Allah në arrujt. Për vete kanë, vetëm se kanë gjuna. E kanë gjuna, po. Atëherë, në kuadrim telefonatën tjetër, po më bërko, alo? Në këshirë të valë, që të shkuze, shë me bo me to, shë me bo. Jemi live dhe njëherë pyetjen? Edhe Islamin e ka këshilu një edhe ti. Apo të gjomi telefonata? Okej, selam aleikum rahmetullah. Aleikum selam dhe njëherë pyetjen vëlla. Po, e ka një fatë biografie të shkurt, në pika të shkurt atë pjesën e mërëm, dhe sa veç so ma shpejt në arfit. Jam gëbet, që disa kohë, që shumë kohë, që një më të vjetë gati, në mosh të rejë ndrojë shumë, moshën adoleshente. Edhe jam vetë pa familje këtu. Kurse, tani, jam lidhe me një zistrane këtu, po shumë problem me bindë puna fesë. Edhe që më të mënu, nuk jem të vonë që shumë zërë tane. Po e me ta shafa ne jasë knena. E së disha me bo me to. I kaqë. Selam alaikum. Aleikum selam. Që dha jem? Jem vetë në Zvicër, po. Vetë jam atje në Zvicër, ta. Jam lidhje me një vajzë, por që është se përket fesa është problem me bindë. Po tha thonë atë shumë së baj presion, mirë, po cila është shila jote. Jemi të rasën e sknej. Që në parim, halal e ke me marë jo muslimanën, të krishterën, me të gjitha fraksionet e saj, po edhe që futen. Kjo është me jetë koranor. Wal muhsanatu min al mu'minatu wal muhsanatu min alladhina utul kitabe min qablikum. Edhe femrat, vajzat e jehtarëve të liberëve të shajt që janë dhënë më herët, e që i bie nga të krishterët edhe nga që fotën. Në parim është halal. Nuk ka kush këtë dënja që mund të ndalën, në parim, pe Zotit të halal. Por, do të më të senet, ka për ta qëtë ma mirë, e ka ma keqë. Gjithashtu, parim është të lejuar që gruaja jote e krishtera, po që fute, me rujt fejnë e vetë. Nuk është obligim, pa tjetër, nuk është farz, për më pas të një Zvicrane, një Gjermane, një Italiane, një së shpërënsinit krishtere, kajde qofte, për më pas gru do të më konvertuhe në islam. Nuk është kusht. Nuk është kusht. Ja, këtë drejtë si musliman me jetu me jo muslimanën presje me të krishteren apo me qifutën. E mirë që i folti për islam, asajnë është mirë që i folti për islam. Ajo është mos tjetë ateiste, se me qenë ateiste o problem. Ndërsa si tjetë krishtere, nuk të pengon të fetarisht, mirë që i folti, nashta dënë Allahu e udhëzën, zemrat janë dorë të Allahut, nuk janë dorën e njerëzve. Pra, halal e ke për matë senet, do bitë të damet. Hoxhë, këto është fundi për sonte. Ashtu a, me ndërë që faleminderit. Shpejt. Po. Të ndëruar shikues, deri javën e ardhshme, përshëndesem, selamun alejkum. Natën e mirë.